Të respektuar, jemi këtu në Istag të rrethi, pra afër stadiumit. Sot kemi vendosur me Albertin më shku në Veriç. Për autobus harro, duhet fillimisht me marrë një autobus deri në Gurakoc dhe pej Gurakoc nëse vjen një për Mitrovic. Kështu që është një pikpyetje shumë e madhe, do të thotë merr kohën e kohës ta merr. Alternativa më e mirë është në Kom. Kështu që shihemi në Veriç. Njëherë duhet në Dubrav, derisa të mrri atje, kos gjej copë është. Shihemi, respekt. Kemi mbërritur në fshatin Veriç, në këmbë, vërtet ishte një distancë gjatë dikun 8-10 kilometra, për shkak që transporti publik është i paralizuar në këtë zonë. Si ja bën nëse do më shku deri në Istag i nderuar përpas makinës personale, a ka transport publik, a mundesh më shku me ndaj autobus, me ndaj fugan, me ndaj... Jo, s'kemi. Transport publik s'kemi fare atë. Vetëm ku shkojmë automjetet private vetë. Na këto i kem 3 rrugë, muj më shku Gurakovc me autobus. Prej Gurakovcit do të me marrë tjetër autobus ose taksin për shku prej Istag. Ose me shku në Nalp, që thojmë të Mollini, pra prej Mollini me tjetër autobus ose taksi. A kësaj dhe këtu drejt me shku prej Istag, s'kem kurfar transporti. Kurfar transporti. Jo, s'kem. Dhe më thonë, s'mohesh, ki më shku të mjeku, veç du të me thirë dikon këjshi, nëse s'ki makinë... Nëse s'ki makinë, ose taksin. Ose taksin. Tjetër zgjidhje s'ka. Tjetër zgjidhje s'ka. Kjo zonë ka pas probleme me ujtë pijes vazhdimisht. A mund është pra të regu ma konkret për dhe sa jeni këtu 24/7? Këto sistemin e ujtë e kemë vendosur mas lufte, por zakonisht dikon që një 15 vite e knena, verës, 5 dhe në 6 muj verës, 90% kohës nuk ka ujtë pijes. Çka u ka bëhet nuk e dim. Kem bë ankesa komplet si fshat, janë ardhur komisionet e ujësillësit, e kanë verifikuar, kanë po vetë, nuk dim. Ku është problemi, a kësh përduret, a ja shtin kush farmonje të rëkopit në gypa, çka? Kretë në rregull, mundet edhe ajo jam me konë, po për çka i kanë ata komisionet, i kanë inspekcionet, i kanë kontrollat, ata për marrë me marrë poret, din çdo muj, din me presione, me në çfarë do mënyre. A për ujë, na ankohemi, vjen, do rregullohet, do bëhet, po verës ujë s'kem. Vazhdimisht. Verës tregova që 15 vite verës ujë të pijes 90% kohës nuk ka. Në letërsh me mund do të me prit nashti gjysore një orë. Do më thonë s'ka ujë të pijes. S'ka ujë të pijes. E si e shfrytëzoni tani ujë për pije, ku e merrni? E bleni për pastrim, apo i keni bunarët? Po këto si fshat komplet i kem gjithë, i kem bunarët, edhe do të më shfrytëzu bunarët. Dikush që s'dan me shfrytëzu bunarët, atëherë ose le të blenë ose le të shkon në Istag le të furnizohet, ma afër s'ka. Ma afër s'ka. S'ka. Ka domethënë shumë prej fshatarëve këtu në Veriç që shkojnë në Istag furnizohen, i mbushin ata bidonat me ujë. Po ka edhe si ka. Po ka edhe si bashkëfshatarët mi që shkojnë në Istag furnizohet me ujë të pijes. E kemi në lagje nalt, thirrët Veriçeri, atje janë 5 familje, aty në gypat ja kanë qitë ujë, po ujë s'kan kur hiç. Do të thotë Veriç nalt. Veriçeri thirrët nalt. Po, atje ujë të pijes nuk kanë kur. Nuk mrrin. Ja. Është pak më naltësi edhe, u patëm premtu, jo do t'i vendosim do pompa, jo do ne, s'kan realizu kur gjo, si kanë... Se ma shkurt ata ujtë pijes nuk kanë, ata shumë të në raste shkojnë në Istag furnizohen me ujtë pijes. Ata kanë problem edhe me rrymë, e kanë shumë në sistem dëp me bandera drunit, vjetër, ka pengesa. Po problemi kryesor që e ka ajo lagje, e ka me rrugën. Me rrugën, ha? Ata për mesit fshatit tonë, i kanë dikon 1200 metra rrugë e pas asfaltune, po është rrugë shumë e dëpt, shumë e keqe. Aty në shi që vjen, aty vetëm me traktora se problem është me dalë. Një smuje me pasa diçka do të me qitë nështë me traktor, djenë mes fshatit,
dhe që të vinë asfalt. Shumë keq, shumë, ka pas shumë premtime për çdo kryetarit komunës që jem konë, realizu se janë me të keq, nuk di çau ka bon kështu. Si mos më konë edhe ata pjesë të komunës së Stogut. Në tjera vena, kudo që shkojmë në për tjera fshate që na qetë puna rruga mirë, bre, kanë shtuar asfaltet dera shtëpisë që thuhet. Këto këtë lagje na kanë lënë shumë keq. Kemi aty familjen Atlagje që e ka babën e vranë martir të luftës, e ka djalin e vranë dëshmor në luftën e Koshorës. Më na lënë atë gjendje është merr. Është edhe marrë në këtë kohë të sotit, ku na kanë shtruar neve asfaltin para 10-12 vite këto din mes fshatit, ata na i kanë dha në mirë. Verisi i bukur, gjithçka gjelbrëm se pranë vera e mirë, po vera ku të vjen, ka gjofshtire ka dhe breshka. Përshëndetje, a u lodh a hosh kesh? Qysh po ec? Ku është problemi këtu me këtë farmacinë ko ka e komplikume, a? Orë për jashti, dënë me shtëllavat sa një qitë kokrat, se kemë me kokra mjell. Çka mjell kjo? Misër. Misër. Misër, po. Do të thotë, Orë kërkoj që jetë gjarë me shtëllavat. po, ky mjeshtër, Ky është një farë mjeshtri. përshëndetje e lodh, a je mirë? Apo mund është mirov tije? Po bash, i vina në pjesë të rëzik. Pse nuk ka rrezik? Apo Që ki përvoj? që dim, së E rëzik. di, po. Po së dim, Ju jetoni këtu në Veres, apo? po këta. Mirë shumë. E rregullove, e kreve. Po ta. Tash vesh me mush, Vesh fare dhe me shpërnda. Me vazhdo me Shumë. mirë. Që më vonë. Bujësia mjeti kryesor i ekzistencës në këtë zonë, Ka tonë në fshatin Verez, sa i përket me bujësi merren kryesisht. kryesisht. Po. Dikush me lëpë, dikush me dhanë, dikush me... Subvencione për shteti Po, ballë, kemi mirë. se mirë nuk o kesh, po, të falenderu Ministrinë e Bujqësisë, nuk o kesh. nuk o ketë, do më thonë një i knoqër. I knoqën, jemi, e knoqën shqiptarë që kur mja dhonë ka 5.000 euro në këtirë, ama mirë nuk o kesh. Ma në mundësie, si shtetë i ri që jemi, nuk o kesh. Këtu si po zhvillohet jeta në fshatin Veres? Mirë jeta zhvillohet me pas treshna, po ato më vonë për zotin nalë, Perënie. për një nalë, se nuk kem ujë me ujitjet, s'ka ujë. Me pas që vina është tokë e ëmbël, tokë e mirë, po ku po mërë thatë, e djeg hana, e djeg. Po, Ujtë pjesë, a keni këtu në ujtë Veres? pjesë, po, kem për burimi e kemi, me gjithse 3 mujtë në sezonë verës, ka shumë pakohet shumë. Nalë natën mund me pas ka pak, ditën veç ju. Qysh e bëni zgjidhjen për shembull? Po kem qelë bunaj, kem qelë pusat, Po. 20 metra kem qelë, Kanalizimi është kanë funksional? kanalizim s'kem hiç. Jo, a? Ja, po kanalizim, sa përket mos kes jem për kanalizim. Çka bre? Valla po, për veti me pas di që nuk funksionon kanalizimi këtu nuk e nëresjen, s'kisha investu. Po. Se midis rrafshës po dini e ka mi që ure. Duhet me gropa septike, Me gropa septike po mushën nuk pe pjen ujë. Gropa po, septike. atëherë i dëmtojnë edhe bunore. Po, edhe bunore, normal. Që ti mas problemi e kemi sa i përket me ujat zeza. Mas problemi. Jo veç unë, po këtë po Fshati. në rriqin ka problem, ujat zeza. Për transport publik, do më thonë autobusa, s'ka që të qenë stan. Jo, autobusa ka për në zonë, sa ka në mëngjes në gjysë ditë edhe në pramje. Po. Me gjithë se komboj vjen në merë në zonë sa që të para shqitore, Edhe i qenë të edhe i qëmë të shkolla, edhe i apo bjen, ato i pagun komuni. komune. I pagun komune, që 2-3 vjet i pagun komunja. Qështë të jeta. Jeta e mirë. Rruga se për këtë asfaltor deri ka gjysa katonit të ty, Po, është edhe 1 kilometër e gjysë për aty, pa shtrua, është vetëm në Zhavar është e shtrune, asfalt nuk është ka familje që jenë dëshmorëve, ju ka vra baba në ato kodat atje ku shihet, ju ka vra vllavë në Koshare, edhe sot atë ditë që 25 vjet që është çështë. Si vjet më, kur bageri së lëshua ne. kur bagje përveç Zhavar kur kanë shtruar se me për asfalt s'ka. Edhe jem 400 metra të shtëpia. Edhe ata ju ftuf. Ju kanë dalë në një jashtë. Po tash po trita, thonë- i ndalë Shumë do. Që vetë për vetë 5 tashit të mas deri në vjesht kom nevojë për një 3 punëtor mas pak ose 4. non stop. Nën stop mi pas, unë nuk ka. Problemi. Nuk mund me gjetë, Ja
e kanë gjetë mërgimin jashtë, po ju duket ma mirë, po asyet, do mekanizm, janë do mjetët bujësisë, shumë probleme gjetë në sezon për korna, për në vose lashe, për rrothaballa, për këto, shumë probleme kemi. Edhe mi pagu mirë është Edhe me pagu mirë, edhe problem është. A besoni se vitin e kalun, një shofer të kumbojs e kum pagu mirë ditën e ka pas 100 euro ditën. Të kumbojs të grunit që i ka ka. E për si vjetë, ku më ditë a vjen asë gjë. Po, do të nevoj 150 Po, sigurisht, me siguri. A sa ja vlen, një defekt, një shpenzimet e naftit, shtrajt. A keni subvencion në derivate? Jo. Kem pas, mas lufte, kem pas një 2 vjetë më sa, për tani në prej, në ato jenë kom pak, e tash një s'ken. Mërë meni që si kuna kerit naft, si kuna kombojs, e si lojë që në zanë 1.000 litra naft, 1.400 euro dash kemi acit naft, si kuna kerit, që ashtë që të jenë mundësit. Respekt, të dhash zoti. Tonë rishala, përndirë të pjuve. Jemi në fshatin Veriç i ri, komuna i Stëg. Kemi ardhur tek familja Rahmonaj, këtu është pra rruga T. Është shtëpia e fundit në këtë fshat. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Si po kalon? Valla që që të pëdat. Prezentoni emrin lutem. Malush Rahmonaj, fshati Veriç i ri. Malush, para prakisht na thanë se s'ka ujë të pijes. Nuk kem ujë, që 12 vjetë është ujë ceva, po ujë s'ka. Ujë s'ka. Kanalizim? Kanalizim po, i kem 400 metra. Kanalizimin do më thonë e kemi... Po e kemi. Edhe... Jem 5 shtëpi që tu jemi. Do të thotë atje nuk kishte kanalizim edhe ujët e pak, këtu kanalizim ka ujë ju. Ujë. Rrugën përshin edhe vetë që është rruga. Na kanë premtu, s'ka ala ku gjë. Së përsen. Më thonë kjo është nështë një prej rrugëve vetëm në komunën e Stogut. Valla më thap edhe rrugë dëshmorit është. Rrugë dëshmorit edhe s'di pse na kanë lënë kështu. Nuk e di. Më thonë ju apeloni se... Na apelojmë qofse mujnë ose asim me na shtru këtë rrugë. Se jemi të keqë mjetë. Për transport do më thonë publik tu asë diskutuat, autobusas, kombas, vesh kërë i lumë. Po. Ose kam, dete asfaltit, po. Dete asfaltit, aty tani me pikpytje. Aty tani. 4.000 mojt. Mitrovic. Qështë. E pra, jemi me popullin edhe me halët e qytetarëve të komunës sonë, në fshatin Veriç i ri, komuna i Stëg. Për Radio West, Liridan Lipa dhe Albert Mulej. Flamuri po valon i lirë, për rruga është pa asfaltume. Jemi në fshatin Veriç, komuna i Stogut. Është një fshat vërtet i bukur. A u lodhe më re? Qa bone? Emri jëtë val? Liridan Kaçkini. Liridan Kaçkini, double Liridan 4 orë. 2 Liridona, me një ven. A i he mirë? Mirë, vëllet. Këtu në Veriç jetan, Po, këtu jetaj, qka banë? zakonisht fshati Veriç ma shumë merren me bloktoria dhe bujqësi, që po shihet ka ferma, ka bujq punëtor, po çdo ditë ma shumë po na vështirësohet jetesa këtë fshat, për shkak të mungesës. Shpe bëni solar kaj? Po, na nuk po jem gjendje mas pari një rrugë me shtruli më për solar pro, investim edhe ma i madh, aj. Kështu që jem shumë të lamë mrapa si pi komunës, po du me thonë, mas pari në aspektin infrastruktura që po shihet mas pari, ku jëm bu asfaltin dhe 900 metra, tash është, du me thonë, edhe ma shumë se 1 kilometër, nuk ka rrugë, nuk ka kanalizim, nuk ka ujë të pijes. Ujë të pijes, edhe pse u bo kemi vetëm verës kemi të lash. Vetëm verës, si fillon tash për shembull pikë kësaj sezone, deri në tetor që atë kur fillon dimri që ka pak ma shumë rreshje këto, domethënë nuk ka ujë. Nuk ka, po flasim për ujë të pijes, për kanalizim hiç, krejt shtëpiat gati jemi me grupa septike që i kemi vetë me, domethënë me mjetet tona vetë financiare. Ato do të mi pastru. Ato normal nën stop do të mi pastru.
Janë edhe bunarët, janë edhe ato. Krejt. Kem të lashe, kem po. të lashe për atyne, kem pas silume që kem vadit, edhe ato këtë jëndot, këtë shkaku i kanalizimit. Kem bo kërkesa çdo vit për rrugë, për ujë, për kanalizim, po më doket që kem has në vesh shordër. Komuna nuk na ka as pak parasysh. Muj me thonë shlije që po bëjnë dallime partijake. Qysh po menon Po, partia? po, na e dim këtë që istogu është me atë frimë rogovjane. Do të me ditë njerë mi që rogova u ka një edhe u shkuaj. Ta është do të me vazhdu me këqyr qaj që punën, nuk do normal, mu nuk më interesa mu partia që janë këtu farsane, neve na interesa mu shtru rruga, mu bo kanalizimi, mu bo ujtë. Dhe shumë sene tjera, po shqit edhe me energjinë. Trit, jënë dalë, muj me thonë, 90% këto veç kanë migru. Dita ditës po ecën edhe qëta që janë met, edhe këto kanë me met veç pleq, edhe ti ka tuni veç mja qitë qesin që thojnë edhe me dalë kajtë një stak me arë që ati mbanesa. Nuk e ti i mromit të minat drita në trafë, Unë i mrom të si ata banuar në Big Brother, unë jam i mrom të qinali dritat edhe dalë. Faleminderit Dori. Shumë faleminderit për ti, profi. Respekt. Jemi në fshatin Verisiri. Pas Ibrahim, ju jetoni këtu që sa kur keni ardhur këtu? Na jemi me sheku këtu. Venali jemi. Venali. Po, Venali jemi këtu. Edhe kemi qitë rrugë shumë dopt. Rrymen Rryma është e dop, Rrymen është e ku dopt. është trafa, është larg nga këtu trafa? Po, ajo është dikun një, muj me thonë 1 kilometre, 300 metra, që është Më thonë 400. është largësi, për Largësi shkak të është. tensionit në olë Po. që shkon të Janë do banderat drunit, Po, i kanë pru një, me thonë 5-6 banderat betonit, e arsyeja që Ujtë, është. do më thonë këtu po është probleme dhe ujtë. Ujtë, na kanë pru sistemi, po ujë s'kem. Për shkak lartësisë apo ku është? Nuk e dije, në fillim ka ardhë pak ujtë, edhe unë ndërprej, s'ka. Dhe më thonë që sa nuk ka ujë faktikisht. Po i muj me thonë që një 7-8 vjetë që ashtu. S'ka ujë. S'ka ujë. Do më thonë ju e shfrytëzoni kuset. Po, pi bonareve. Pi Pi bonareve, e shfrytëzojmë që ato. Po, kanalizimin na kanë po gypat, e kemi qitë, e kemi kanalizimin. Si mas mirë se punon ajo, po më ujë pjesë kemi. Paktën edhe bunarët që shfrytëzoni paktën grupat septike, mo nuk janë aktive. Jo, nuk janë. E kemi hekë, grupa septike kemi qu pak më larg, edhe ashtu e mirë. Me ata veç me rrugë jem mas keshti. Rruga ishte vërtet rrugë që dhe Po, shpër traktor që thojnë. Falemnderohet edhe për kryetarit, na ka premtue Po, se kësi vjet do të bëhet kjo rrugë. për kur ju ka premtu? Po ka thonë pe pranverës, tash po presim. Okej. Mu ju falenderoj, faleminderit edhe për ti, na ka premtue se ndreqet kjo rrugë, e tash po këshyrim. A keni pas premtime edhe më herët? Kim pas edhe premtime më herët, po ato kanë dështue, shkaku se dim, veç tash Në më thonë tash pritni që presim. të realizohet. Po, se realizohet. Sepse ka dhe emrin e dëshmorit. Edhe emrin e dëshmorit është Shaban Hajzeri, dëshmori, edhe Fetaj Hajzeri. Dy janë vrarë në luftë, Për familjeve këtu. për familjes këtu ujtë, dhe me thonë Hajzeraj. Edhe për që Shabani është i vrarë në Koshare. Po. Nësa babaj i Shabanit, Baba i Shabonit është fra këtu me neku, kim qëllu këtu në Kaspijet, po na vrajtin edhe u dashtë më larguna. Ashtu është. faleminderit. Shka gjo. Jemi në Veristeri tek familja Hajzeraj. Përshëndetje. Përshëndetje, Si e mirë? mirë faleminderit. Si kalove? Sa mirë faleminderit. Na paka shumë u informuam për shkak të ujit, sot mungon ujë, mungon është një rrymë ma e dobë se zakonshme, pastaj është edhe kryesoja dhe rruga ku vërtet nëse bjen shi, ajo ka balë të zhytet. Shumë rëgjit. Unë jam Izat Hajzeraj, i shallit dhe eshtë. Jam vllai dashmorit, Shaban Hajzeraj, që ka unë jetën Koshare.
babën më kanë vrarë këtë në shtëpi. Unë isha këto bashkë ç'është ishte po. Jena zgënim kujta shumë. Prej masut të tuja. Ama që 12 vjet ka pas premtime të mëdha. Sidomos për rrugë, për të sanë ujit. I ka 12 vjet se po duket të shifat po harrova pak vitet. Para folë si duket. Po edhe para folë si tha duket që 8 vite, po 12 duket të bëndën. Edhe u met për një pumpë 2800 euro duket ka kushtuar ajo. Që është hynuit për pjetë natë të na. Se ne ma i rëmën kodra. Probleme kishin edhe atje në fshat poshtë, gjatë verës, dikun 5. Gjatë verës, po se edhe pe kesh përdojë në burë. Kesh përdojë. Pe kesh përdojë, va ditin bëva ki pasahat e pa, kuptan? Po, livadhe, ja, sigurisht. Normal. Sigurisht. Se kështu me pakon veç pijes, kështu pas bot, besoj edhe na. Rrugën, dhe më thonë, rruga është jetike, rruga është... Rrugën e kem kryesore. Se kena problem me rrymë me krejtë që përmenën, se rrymën e kem dopt të krejtë, edhe banderat i kena thuja që një 5-6 janë me ka dhonë si të mirë atin, betonit duket janë, mos ga bosha, 27 janë krejtë. Veç që shumë gjonë me mas dore jena, gati për krejtë, për tonat. Kanalizimin në kanë kry, ato do të në rëmend, kanë mjesë për komunës, po qare reale është reale. Vesh makina e lume se problema është me shkundë stacionin ku e ka njëri punën për shumë. Qush pja bën ti për punë, qush për mamë punë? Shumë atë. Për mojna që për mojna, do bëha ki nuk shkan muj falë prishë që ka makina. Normal. Atë e shën diqa për shumë me pjesa dhe qa se... Edhe pakat djetë ma që shënë. Se kështu... Nuk e di as me përshkru për bes këgja siran. Dishtë në punë jemi kjellë, po si familje dëshmore dhe kemi nënë gjak këto përshalë në për këtë vend edhe pak të interesumë. Pak, si të mos komunja jo, na jena të gënim shumë e ta. Për pas qitash në kanë premtu shumë për rrugë. Po besoj që në kanë tonë dhe i ka pranë vera, po besoj që soj vere mos realizohet. Jena shumë, atin, për mirë presëm që të punë në shumë, të shala bëngë që ashtë, nuk e di shumë të tonë. Faleminderit shumë, faleminderit. Me koshe, faleminderit e juve. Edhe juve faleminderit shumë. Respekt. Hallat i kalojmë duke ecur, stresin e largojmë të ecë. Mu plëcu dëshira, rruga ka mu ushtru.